Rafatit, shtëpia e Arifit të Mali Robit. E kuptoj. Kemi qenë gjithmonë. To janë toponimet e vjetra. Nuk ka pas shtëpia, poshtë detit, poshtë e Korrudhës, Xhades, nuk ka pas shtëpia. Historia nis shumë. Në vitin 99 vjen ndaja i ndjeri Selman Ismaili. Në shtëpinë në Durrës, se ne banojmë në Durrës. Dhe i kërkon nënës time, motrës vet. Të vinte ndërtonte një shtëpi aty, se po ndërtojmë gjithë, edhe një prokuror që të marrim tokat e babës, tokat e gjyshit. Po. Mami ikën, e ndërtojmë atë shtëpinë. Kjo verifikohet edhe nga fotografimi parë që është bojë satelitit në 2002-shit. Nese, ndërtohet shtëpia, dhe mami thot, që përkura, unë jam vetë gjallë, mund di me ty në çdo institucion. Mas 3-4 vjetësh që thot Lene, thot se marrova punë me prokurorën. Të ti bim qik shkurt se me hynë detaje, që ta kuptojmë dhe publiku dhe shumë. Me ndrimin e nënës dhe gjyshit, që në rënjet, qelet trashëgimia, djerë përpara se do qelet trashëgimia, Fabio, rregullova shtëpinë në 2002-shin atje, kisha 14 vetë, 13 vetë, 12 vetë, kushëri, gjojna, po thuj se për natë, për darkë, nuk e disha që isha ka shpisi mu. Mas ju hap trashëgimia, telenovel, lloj intrigash, fillon sulme, sharje, kërcënime. Nga kushurin? Ma shumë nga nusje dajes. Kam të regjistruar edhe për drek barome, thot, varet kush e merr plumën e parë. Unë i them gëzuar barome. Vetëm kaq thot, mos u tallë, them gëzuar barome. Është barome dhe s'kemi punë tokash. Nese, gjetëm ca letra, ndërkto janë këto ATMP-t që janë të morë të rregullta si çdo njeri. Këto janë ATMP-t e rregullta. Akti marrë stokës në pronësi. Ti duhet kesh aty një më pak regjia. Qerim Selman Ismaili. Okej, po. Është gjyshim. Po. Qerim Refat Ismaili. Refat Ismaili. Është gjyshim. I cili nuk ka ditë me shkujtë me lexu. Po ta shohësh aty, është firmë goxha kaligrafike. Shumë. Kjo është Selman Qerim Ismaili, ndaja imi ndjer. Po. Ajo është rregull, e kanë marrë me ndershmëri si gjithë ndonjëherë si që ka taku. Dakor. Po ti vesh me metrat, Selmani me 3 antar, gjyshi me 6. Ka më shumë Selmani. Ka më shumë Selmani, nuk ka rëndësi, domethënë nuk i kismeti vetë, ta quajmë për momentin. Ndërkohë te toka gjyshi. Të cilit vit janë këto AMTP? To duhet të jenë të 96-s janë dhënë si certifikata gjojna. Kanë datë. Duhet të kenë një datë që është 1996. Faleminderit, është shumë e rëndësishme data. 20 nëntor. I 96-s, pra praktikisht i bën tani 30 vjet me histori falsifike. Jo, ajo to janë të rregullta. Okej. Ato janë të rregullta. Dakor. Lexoje këtë? Është edhe kjo AMTP, po në një format tjetër, që është Selman Qerim Ismaili. Është e njëjta AMTP, po jo, nuk është e njëjta. Kjo është pa datë, kjo është për 5800 metra, kjo është për 8500. Nuk është e njëjta. Okej. Qa ka kjo ndryshe, përveç se s'ka firma e gjëra? Përveç se firma shkrimi, kufizime, është po thuj se viz, datë, shef datë të fatë. Ska. Është një tjetë dokument. Ajo po thua që është falso. Dyshimet e mia tash se nuk jam unë prokurore se shumë, po ajo me atë ekspertizë. Para se të arrin te akti ekspertizës, çfarë toke i korrespondon ky dokument? Cilës tokë? Adriatic Golden Resort sot. Pra me këtë është ndërtuar një resort sot. Fal, një sekond. Kjo është Selmani. Kjo është bëhet gati për të ndërtuar tashti kjo. Kjo këtu është e gjyshit. Okej. Kjo është gjyshit. Qerim Refat Ismaili. Dakor, kjo është 4800 metra. 4800. Po parcela 800 metrashe dhe parcela tjetër 4000 metra ar. Dakor, edhe kjo është pa firmë,
Pa firmë, ato vule shumë, pa datë. Me këto... Jo, për këtu shkruan, lexon nona me gjyshin. Qerim Refati, kur e familjari, në fakt se... Nuk ka problem. Tani, me këtu fillon zanafilla e konfliktit. Këtu ka fillu konflikti. Këta ja ka shit tezja, burrit vetë, si kur ja ka shit nona me gjyshin, firmos edhe 2 dajat, nona me gjyshin firmos me shenja gishtash, dhe ja ka shit burrit vetë, ishtë drejtorit minjerës Alil Sulku. Merita Sulku ja ka shit burrit vetë. Dakord. Tani, ndërton një resort. Ja ka shit dikujt pronën për resort, apo është i tyre resorti? Ate as shefi komisariatit Gavaj nuk e di se kush i bën ndërtimin. E kuptoj. E qartë. Tash ne e dim, po si ide domethënë. Persona që si përmendim dot se janë pjesë e krimit të organizuar apo? Nuk ka problem, s'kam problem për emrin, tash nuk është që kam frikë, po të kisha frikë nuk kisha dalë astia as tu. Problemi është që s'ka prova përfundimtare. Përfundimtare. E kuptoj. E lagu se lagu domethënë. Tani, edhe Selmani njëjtën gjë. E kuptoj. Këto të dyja i kemi nga një numër serie në hipotekë, i ke dosjet mbyllura ndarë. Sigurisht e dim nga përgjimet e fundit që hipoteka e Durrësit është masakër, dim që është dënuar 7 vjet drejtoresha e kadastrës Durrësit, edhe pse nuk do bëj asnjë natë në qeli. Pyetja ime është, si është reflektuar kjo në një konflikt familjar dhe megjithatë ti pronat e tua, aty ku ke shtëpinë sot ku janë? I disponon, i gëzon? Ne dinim gjerë kur të distim pleqve u hap trashëgimia, dinim toka gjyshit, duke... Po, aktet e trashëgimisë, qa thoshte trashëgimia? Kangelja, as nga jo të më pëja që është e rregull, 2000 metra nuk dihen fare se ku janë. Kangelja gati 7